Investimi masiv për i 320 milion lekësh të vjetra pa TVSH për rikonstruksionin e rrugës në Kodrën Kuzum Baba është kthyer në një dështim për Bashkinë e Vlorës. Punimet, të cilat nisën në vitin 2026 pas tenderimit të fituar nga Bashkimi i Operatorëve Glavencia SHPK dhe Viscons Group SHPK për një kontratë 4 mujore, u përfunduan zyrtarisht vetëm para 20 ditësh. Sot, asfalti i ri i dorëzuar ka nisur të dëmtohet nga depërtimi i ujit. Historiku i këtij aksi është një sagë abuzimesh dhe arnimesh me fondet publike, që nga viti 2011 deri më sot. Kjo rrugë është shtruar plot 3 herë nga bashkia, ndërsa riparimet e pjesëshme nga punimet e projekteve të ujësjellësit kanë qenë të pafundme. Paradoksi i hidhur është se ndonëse vitet e mëparshme asfalti mbante të paktën 6 muaj, ky investim i ri si vjet nuk mbajti dot as 20 ditë. Problematika thelbësore mbetet në vendin ku aktualisht ka dalë uji në sipërfaqe. Historikisht, kjo ka qenë pjesa më e keqe e rrugës dhe siç duket qartë nga pamjet filmike, ajo do të vazhdojë të kthehet në gjendjen e mëparshme pa kaluar as një muaj nga investimi. Situata ngre një pikpyetje të fortë mbi kontrollin e Bashkisë Vlorë mbi këtë projekt. A janë bërë vërtet punime për rregullimin e linjave nëntoksore para se rruga të shtrohej? Të hedhësh asfalt pas zgjidhur defektet e tubacioneve tregon se ky investim është një shpenzim të rësisht i kotë. Qytetarët po paguajnë për projekte pa standarde ku uji nëntoksor gërryen milionat e tenderve. Përgjegjësia institucionale e Bashkisë Vlorë për degradimin e rrugës në Kodrën Kuzum Baba rëndon drejt për drejt mbi strukturat e saj të menaxhimit të kontratave dhe të procesit të kolaudimit dhe marrjes në dorëzim. Fakti që një investim prej gati 320 milion lekësh kërmoqet brenda 20 ditësh, ngre pikpyetje të forta nëse inxhinieri mbikëqyrës i caktuar nga institucioni e ka ushtruar detyrën e tij në terren për kontrollin e cilësisë së punimeve. Nëse Drejtoria e Shërbimeve Publike ka kryer marrje në dorëzim të veprës, ajo ka ligjëruar një punë me standarde të munguara, duke ignoruar defektet e thella në rrjetin nëntoksor të ujësjellësit. Kjo neglizhencë në fazën e zbatimit e bën institucionin fajtor jo vetëm për mungesë vizioni në zgjidhjen e problemit, por edhe për dështimin në mbrojtjen e investimit publik. Nga ana tjetër, faza e prokurimit ekspozon një përgjegjësi edhe më të madhe të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dhe Drejtorisë së Prokurimeve Publike. Skualifikimi i operatorëve të tjerë humbet çdo lloj justifikimi ligjor dhe teknik kur vetë Bashkimi i Operatorëve Fitues dorëzon një infrastrukturë jashtë çdo standardi. Mungesa e transparencës dhe monitorimi e ka kthyer rrugën e Kuzum Babas në një grop thithëse për taksat e qytetarëve vlonjat.